Qytetarë të shumtë në ditën e zgjedhjeve janë kthyer mbrapsht nga qendrat ku kanë votuar në të shkuarën. Disa prej tyre thanë se kanë marrë vesh ndryshimin në momentin kur janë paraqitur në vend votime. E veçanta është që une jom qu prej shtratit, smut jom ardhë me votu, pa paralajmërim pa kur gjë heq. Do më thonë, emni jonë është zhduk prej listave këtu, është ku në një shkollë tjetër, pa e dit na heq. Tasha është në regull mosha e tret me ardhë këtu, unë veç mu dërzu për shembull me thonë le krejt se s'po votoj heq. Qytetarët u ankuan se nuk u njoftuan me kohë për ndryshim të qendrave. Dikush duhet me dhënë përgjegjësi për këto parregullsi. Pavarësisht a ka të bëjë me mua apo me dikën tjetër. Kjo nuk është në rregull kështu dhe duhet të bardh pasoja ai që vendos pa e njoftu cilin do nga qytetarët. Kritika për ndryshimin e vendvotimeve dha edhe profesori e njohësi proceseve zgjedhore Mazllum Baraliu. Po kjo është një defekt serioz dhe për këso gjëra duhet mendohet mirë nga ana KQZ, se cila do duhej që ta kishte parasysh që kjo të mos ndodhë, sepse shumë degraduese është, se mos prej skaj qytetit në skaj qytetit dhe sidomos prej një komune dhe një qyteti në një qytet tjetër. Për këto ndryshime dhe për kritikat, kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radoniqi dha një sqarim gjysmë ore pasi u mbyllën qendrat e votimit. Përcaktimit të vend votimeve ka qenë përmes adresave të cilët i kanë paraqitur qytetarët, ose përmes e-Kosova, ose në ndonjë mënyrë tjetër që kanë regjistru adresat në Agjencionin për Regjistrimin Civil. Dhe në bazë të adresave edhe qytetarët janë vendosur për të votuar në qendrën e votimit më të afërt të cilën vetë kanë përcaktuar. E në Demokracinë për Veprim vlerësuan se ndrimet e qendrave të votimit nga KQZ-ja për një numër të konsiderueshëm votuesish kanë shkaktuar të lashje serioze në terren.